Qofë se Allahu Azza wa Jall t'ka dhanë, mos u ba koprac që mos më u pa mirësia Allahu të këti. Për shembull, Allahu t'ka dhanë mundësi me rregullu shtëpinë mirë sa t'ke mundësi, rregulloje. Allahu t'ka dhanë mundësi që mjetën e udhëtimit me pas të mirë, sa t'kish mundësi, bane. Qas sa t'kish mundësi, mos shka për të mundësive tua, ama sa t'kish mundësi, edhe rri krenar që Allahu Azza wa Jall t'ka furnizu, Allahu Azza wa Jall t'ka dhanë, edhe falenderoje. E mos u ba shumë prej atyre që e nrydhin veten. Si shembull o musliman, në qoftë se dikush ta jep një hedije, një dhuratë, ta ka dhënë një tesh, një jakne, një diçka, një orë. Ke po ka njerëz që më shefin që atje. Jo, ai që ta ka dhënë, ai ka qef me ta pa veshën, por ata ta ka dhënë. Nuk ta ka dhënë ai me më shefti atje. Ai ta ka dhënë që ti me vesh, edhe me kanë me njas ndaj atina që ta ka dhënë. Ama jo, ta ka dhënë, ti e gjunë normal thotë që nuk të vyn korras, me nuk kam nevojë për këta. Jo kështu. Ky ishte vetë shembull për me kuptu hadithin më drejt me lejen e Allahut Azza wa Jall. Kështu që kur t'jap Allahu mundësi, përdore mirësinë e Allahut Azza wa Jall edhe bane më të mirën që më vrejt mirësia e Allahut tek ti. Edhe je krenar, edhe thuaj njerëzve këto më ka dhënë Allahu Azza wa Jall, se sa për mundësitë e mia kur nuk kisha mujt më bë.